Gjykata e lartë njofton se pas depozitimit në 23 shtator 2025 nga Këshilli i Emërimeve për Drejtësi të raportit dhe listës së renditjes së kandidatëve për vendin vakanci të gjyqtarit të gjykatës kushtetuese, po ndërmarrin hapin e radhës atë të procesit institucional. Vendi vakant është shpallur nga Gjykata e lartë në 11 dhjetor 2024 në mbështetje të dispozitave ligjore. Kryetari i Gjykatës së lartë Sokol Sadushi ka vendosur thirrjen e mbledhjes së posaçme për gjyqtarët e Gjykatës së lartë. Mbledhja do të zhvillohet në 30 shtator 2025 në orën 9 të mëngjesit pranë ambienteve të Gjykatës së lartë. Sipas pikëzimit të gjykatës, 6 kandidatët Asim Vokshi rezultoni pari me 89.5 pikë, ndjekur nga Naureda Lagami me 89.3 pikë, Florian Ballhysa është vlerësuar me 77.83 pikë, Alma Faskaj me 77.77 pikë, Genta Tafa Bungo me 75.44 pikë dhe Alban Toro me 74.22 pikë. Në total ka patur 13 kandidatë që shfaqën interes për plotësimin e vakancës si rezultati mbarimit të mandatit të Holta Zaçaj, por vetëm 6 emra më sipër janë kualifikuar. Kandidatët e tjerë nuk kanë plotësuar kushtet ligjore ose procesi i kandidimit u ndërprer për arsye të tjera. Kujtojmë se mandati i Zaçaj përfundoi në dhjetor të vitit të shkuar. Ky vendim i dha fund ngërçit ligjor mes këtij institucioni dhe Gjykatës së lartë, të cilët kishin hapur garën për zëvendësimin e saj. Theksojmë se sipas kushtetutës, 3 anëtarë të Gjykatës kushtetuese zgjidhen nga Gjykata e lartë, ndërsa anëtarët e tjerë emërohen nga presidenti dhe kuvendi.